Një 64 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se ka kanosur për jetën një grup xhirimi gjatë ushtrimit të detyrës në fshatin Zbarq. Ngjarja ndodhi teksa një gazetar, operator dhe drejtues automjetit të televizionit Ora News kishin shkuar në zonë për të realizuar një kronik mbi problematikat e një burimi uji. Sipas policisë, grupi i xhirimit ka kallëzuar se është kanosur nga një person që po kryente punime pranë burimit të ujit. Menjëherë pas kallëzimit, shërbimet e komisariatit të policisë numër 6 nisën kërkimet duke bërë të mundur kapjen e 64 vjeçarit me iniciale SI pak minuta më vonë në një terren të thepisur në zonën malore të Zbarqës. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, policia gjeti dhe sekuestroi një armë gjau pa leje, municion dhe një shufër metalike. Në lidhje me këtë ngjarje, policia kishte nisur më herët procedim penal edhe ndaj 70 vjeçarit me iniciale RP, për llogaritë të cilit dyshohet se punonte 64 vjeçari. 70 vjeçari po hetohet për shpërdorim të tokës, ndërtim të palishëm dhe shkatërim të rrjetit të ujitjes. Sipas hetimeve paraprake, ai dyshohet se kishte hapur pa leje një burim uji dhe kishte kryer gërmime për hapjen e një rruge. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.